Habi të mjeku, konsumoni djath të bardhë dhe do t'i thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Djathi është ndër të vetmet ushqime që ka tretshmëri të lartë. Madje, studime të ndryshme tregojnë se organizmi njeriut e përdor më lehtë edhe proteinën e djathit se atë që vjen nga qumshti. Në djath janë të përqendruar përbërësit më të mëdhenj të qumshtit, vitamina A, D dhe E, vitaminat e grupit B, vitamina C që nuk ka në djath, sepse kjo vitaminë është e tretshme në ujë dhe mbetet e hira. Djathi përmban edhe proteina të çmuara të cilat organizmi i njeriut nuk i prodhon vetë, të cilat janë të domosdoshme në jetën e përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Materiet minerale, kalciumi, fosfori ka 10 herë më shumë se djathi sesa te qumshti, ndërsa djathrat e tjerë kjo ndryshon në 4 ose 5 herë. Përmbajtja e kaliumit është pothuajse e njëjtë në të gjitha llojet të djathit, ndaj sigurohuni të përfshini djathin cilësor në dietën tuaj, i cili ka edhe përfitime më të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është një produkt fantastik i cili mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin e njeriut, ndaj edhe cilësohet si një prej produkteve më fantastike për mbrojtjen e organizmit. Shumica e djathit që konsumojmë është i bërë nga qumshti pasterizuar i lopës, deles ose dhive. Djathi përgjithsisht përgatitet duke shtuar një lëndë fillestare të bakterieve të qumshtit. Këto bakterie bashkohen me sheqerin e qumshtit duke prodhuar acidin laktik, që ndan pjesën solide nga lëngu i qumshtit. Si rezultat, djathi i freskët është një produkt fantastik ushqyes, i cili mund t'i japë shumë përfitime për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Të gjithë janë dakord se djathi është një nga ushqimet më të mira në planet. Sipas të dhënave të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, amerikanët konsumojnë më shumë se 17 kg djath për frym në vit, vetëm gjatë vitit 2020 janë në këto rezultate. Por a është i shëndetshëm ngrënia e djathit? Djathi është i pasur me proteina, kalcium, vitamina, aminoacide esenciale dhe është një nga produktet ushqimore më të dëndura me kalori që mund të jetë i lartë në yndyrna dhe në natrium, por kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë të rësisht nga konsumi i tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e djathit të bardhë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë më shumë se çdo gjë tjetër dhe nuk mund të rrinë dot pa e konsumuar atë në çdo vakt të tyre ushqimor, duke e renditur atë në një prej produkteve më fantastike ushqyese në vlerat që ofron shëndetit. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë probleme të zemrës ose shtime të padëshiruara në peshë. Përfitimet shëndetësore të djathit janë të larmishme në mbrojtjen e organizmit, si dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ka shumë mundësi zgjedhjeje kur bëhet fjala për djathin, por është mënyra se si e shihoni atë për të marrë përfitimet e tij. Djathi është një burim shumë i zgjedhur i lëndëve të pasura ushqyese. Djathi është një burim i përfitimeve të larta për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni të shtoni në dietën tuaj djathin cilësor i cili do të luftojë edhe problemin e radikaleve të lira, madje edhe të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Gjithashtu ai ofron vitaminën A, vitaminën B12 së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën. Djathi mund të mbrojë shëndetin e dhëmbëve dhe gjithashtu kavitetin e tyre, sipas studimeve ku tregojnë se djathi dhe nënproduktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë dhëmbët nga dëmtimi. Ai është një burim i mirë i lineolit të konjuguar. Djathrat me yndyrë të lartë përmbajnë sasi të vogla të lineolikëve të konjuguar, një yndyrë e shëndetshme që mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të obezitetit, sëmundjeve të zemrës, gjithashtu edhe problemeve të inflamacionit. Djathi mund të jetë një produkt shumë i mirë për shëndetin e zemrës. Sipas ulëntimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular. Ato sigurojnë lëndë ushqyese që kanë veti të mira antiinflamatore. Por djathi duhet të konsumohet gjithmonë me moderi dhe asnjëherë në sasi të tepërta, pasi djathi mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ekspertët këshillojnë jo më shumë se 40 gram djath të bardhë në ditë, në mënyrë që përfitimet e tij të jenë më të larta për organizmin dhe të mos kenë ndikime negative për shkak të elementeve të dëmshëm të yndyrnave.
Një djathë që adhuruesit e produkteve të qumshtit e vlerësojnë patjetër për strukturën e tij të butë dhe të shijshme është edhe mozzarella. Mozzarella është ideale për pica dhe sallata, është e pasur me proteinë, kalcium, por gjithashtu edhe me element të mirë ushqyes. Djathi është mënyra më e mirë për të ndryshuar shijen e vakteve tuaja të lodhshme, por mund të ndryshojë gjithashtu edhe përfitimet që i ofron shëndetit tuaj. Shqiptarët e konsumojnë pothuajse në çdo vakt të djathi. Një fet djathi shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti vërtet të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit nga më të konsumuarat në botë. Por a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e djathit? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është të menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Sipas Healthline, shtimi i djathit të bardhë në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Duke shtuar djathin e bardhë në mëngjes ose në vaktin e parë të ditës, ai do të jetë më i lehtë për të tretur nga organizmi. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret edhe më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëjnë shumë më shpejt në të njëjtën kohë lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që mund të ndikojnë edhe në përmbajtjen e tij. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, ai ndihmon në tretjen e të gjithë personave që janë intolerantë ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka përqindjen më të ulët të yndyrës në përgatitjen e tij, duke ofruar gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të shëndetshëm dhe përthithjes së yndyrnave gjatë ditës. Djathi është një nga burimet më të mira të proteinës. Përveç sasive të mira të kalciumit që përmban, djathi është një prej produkteve më fantastike në vlerat e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtojeni djathin në dietën tuaj për të marrë edhe elementët ushqyes më të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit tuaj. Djathi është një prej produkteve më të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe si i tillë duhet të jetë baza shëndetësore juaj për të balancuar edhe efektet e organizmit dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet që i kanosen atij. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të pazvendësuar të vakteve tuaja ditore dhe efektet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi është një nga burimet më të mira të niveleve të pasura të proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe nivele të larta të proteinave. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nëse njëra anë e jep trupit të organizmit energji gjatë ditës, djathi jep gjithashtu edhe nivele të mira proteinave muskujve tuaj për të qenë më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të dietave tuaja, kjo për shkak të elementeve të lartë të proteinës. Djathi do të ofrojë nivele të mira të vitaminave. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme, siç janë vitaminat B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 luan një rol funksioneve thelbësore të metabolizimit dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë që vitamina A, fal antioksidantëve që ajo përmban, lufton të gjitha problemet e radikaleve të lira. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të dietave tuaja. Fosfori, i fundi në rradhë, por jo nga rëndësia, është një mineral i rëndësishëm ushqyes, i cili mund të luajë një rol potencial të madh ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vlerat të mira djathi jep nëse konsumohet në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore, dhe efektet që do t'i japin shëndetit do ta bëjnë atë edhe një produkt fantastik në rigjenerimin e trupit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të rëndësishme ditore dhe fal strukturës së lartë të tij ushqyese do të keni më shumë përfitime dhe më pak komplikacione në organizmin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka nëpër qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.